Vendit të Shqipërisë nëpërmjet detajimit në planin e veprimit, ndjekjen e rekomandimeve prioritare të Këshillit të Ministrave për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2024, nëpërmjet miratimit dhe zbatimit të udhëzimit të përgjithshëm, si dhe të planit të veprimit me aktivitete të qarta për zbatimin e rekomandimeve prioritare, ndjekjen e objektiveve prioritare institucionale në luftën kundër kriminalitetit, ku fokus të veçantë në vitin 2024 mori konsolidimi i procesit hetimor nëpërmjet një kuadri ligjor sa më të plotë e në përputhje me standardet ndërkombëtare, i vijimi i punës për zbatimin e udhëzimeve të përgjithshme, vijimi i punës për digitalizimin, hetimi efektiv dhe krijimi i baze të dhënash të rasteve të pastrimit parave, monitorimi i veprimtarisë së policisë gjyqësore, bashkëndimi me institucionet të drejtësisë dhe ato ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, forcimi i kapaciteteve institucionale të tjera, përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i integrimit, ku Prokuroria e Përgjithshme ka siguruar pjesëmarrje aktive në nivel drejtues dhe teknik në takimet periodike, ka kontribuar me informacion analitik mbi zhvillimet institucionale në luftën ndaj kriminalitetit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, për hartimin e progres raportit të Shqipërisë për nën Komitetin e Drejtësisë, Lirisë dhe Sigurisë, udhërofysit të Shtetit së Drejtës, si dhe ka vijuar bashkëpunimi dinamik me Ministritë përgjegjëse për kapitullit 23 gjyqësorit dhe të drejtat themelore dhe 24 drejtësia, liria dhe siguria. Një kontribut i rëndësishëm i institucionit ka qenë ai në kuadër të hartimit të ndjekjes periodike të ecësurisë së masave strategjive nërsektoriale dhe planeve të tyre të veprimit, si strategjisë nërsektoriale të drejtësisë, strategjisë nërsektoriale kundër korrupsionit, strategjisë së drejtësisë për të mitur, strategjisë kundër krimit organizuar dhe planit të veprimit kundër trafikimit personave, strategjisë nërsektoriale për mbrojtjen e viktimave të krimit, strategjisë kombëtare për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të tjerë. Për sa i përket kuadrit nënligjor gjatë vitit 2024, unë do të citoj shkurtimisht disa udhëzime të përgjithshme të miratuara për gjatë vitit. Sparish udhëzimi numër 6 të vitit 2024 për hetimin dhe ndjekjen penale efektive të veprave penale kundër trafikimit të personave. Është udhëzimi i përgjithshëm numër 7 për masat e sigurimit, nëpërmjet të cilit u dhan drejtime të qarta për prokurorët e prokurorive pranë gjykatave me jurisdiksion të përgjithshëm për zbatimin e standardeve ligjore që balancojnë nevojën për siguri të personit dhe publikut dhe efektivitetin e ndjekjes penale me domosdoshmërinë për të respektuar të drejtat e njeriut. Po kështu udhëzua mbi masa alternative, diligjencë në hetim e monitorim të afateve. Në këtë udhëzim, ju dha një rëndësi e posaçme reagimit proaktiv në rastet e konstatimit të dhunës në paraburgim, ku udhëzua regjistrimi i procedimeve ex officio dhe hetimi i paanshëm. Përmend gjithashtu udhëzimi numër 4 për sa i përket ligjit për dhënie amnistie, udhëzimi për rekomandimet prioritare në luftën kundër kriminalitetit në vitin 2024. Ndër marrëveshjet do të veçoja marrëveshjen e lidhur mes Prokurorisë Përgjithshme të Republikës Shqipërisë dhe Prokurorisë Federale të Mbretërisë Belgjikës, në shkruar në datën 7 nëntor të vitit 2024, e cila zvendëson marrëveshjen e mëparshme të bashkëpunimit dhe ka qëllim rritjen e bashkëpunimit ekzistues në nivel strukturor për të përmirësuar mirëkuptimin e ndërsjellë të palëve përmes shkëmbimit të informacionit për sistemet ligjore, praktiket e mira të njëri-tjetrit dhe për të nxitur bashkëpunimin e drejt për drejt ndërmjet dy institucioneve brenda fushës përkatëse të kompetencës për çështjet penale të krimeve të rënda, trafikimin e paligjshëm dhe pastrimin e parave. Gjithashtu, duhet të veçoj këtu dhe marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Brendshme për ekspertimin e farërave dhe fidameve të rinj të bimëve narkotike të sekuestruara, nëpërmjet cilës përcaktohet mënyra e bashkëpunimit mes organeve përgjegjëse për kryerjen e ekspertimit të farërave dhe fidameve të rinj të bimëve të dyshuar narkotike, duke garantuar njëkohësisht mbrojtje nga çdo dëmtim apo abuzim në administrimin e tyre. Ky ka qenë një problem që ka në fakt vazhdoi për disa vite, por më në fund mori një zgjidhje përfundimtare. Janë disashtu dhe një sër akte shqartësore të cilat kanë zgjidhur çështje të natyrave të ndryshme, por që janë të parashtruara në mënyrë më detajuar në raport. Në vitin 2024, numri faktik i prokurorëve në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm ka qenë 209. Ky tregues evidenton strukturën faktike me 65% të prokurorëve, kundrejt numrit organik prej 321 prokurorësh dhe mungesën e 35% të numrit të prokurorëve. Në këtë vështrim, gjendja e numrit faktik të prokurorëve sipas niveleve të prokurorive ka qenë 185 prokurorë në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë ose 98 prokurorë më pak krahasuar me numrin organik.
65% e strukturës organike, 11 prokuror në prokurorin pranë gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ose 9 prokuror më pak krahasuar me numrin organik, që përbën 55% të strukturës organike, dhe 11 prokuror, si 2 ndihmës magjistrat në prokurorinë e përgjithshme, ose 7 prokuror më pak se numri organik, 61% e strukturës organike. Gjatë vitit 2024, në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm janë trajtuar 61.091 materiale kallëzuese, që përbën një rritje prej 10.5% në krahasim me vitin 2023. Janë ndjekur 47.501 procedime penale, që përbën një rritje prej 4.8% në krahasim me një vit më parë, nga të cilat 24.921 janë procedime penale të regjistruara me një rritje prej 3.4%, dhe 179 procedime penale janë të rifilluara, me një ulje kjo prej 10.9% në një vit më parë. Janë mbartur 22.401 procedime penale me një rritje prej 6.6% krahasuar me ato të vitit 2023. Është vendosur mosfillimi për 13.590 referime dhe kallëzime penale, që do të thotë një rritje prej 36.6% në krahasim me një vit më parë. Gjatë vitit 2024 janë përfunduar 24.591 çështje, që përbën një rritje prej 5% të çështjeve të përfunduara në krahasim me vitin 2023, prej të cilave 36.7% janë dërguar për gjykim, 33.9% janë pushuar dhe 26.9% janë pezulluar. Janë dërguar në gjykat 9.030 çështje me akuzë ndaj 10.759 të pandehurve. Krahasimisht me vitin 2023 rezulton një ulje prej 6.44% e numrit të çështjeve të dërguara në gjykat dhe 5.63% e numrit të pandehurve dërguar në gjykat. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2024 janë dënuar 10.001 të pandehur, që krahasuar me vitin 2023 përbën një rritje prej 37.87% të numrit të pandehurve të dënuar dhe për 265 të pandehur të vendim për deklarim të pafajshëm. Për sa i përket të dhënave që lidhen me performancën e prokurorive pranë gjykatave të shkallës parë. Të dhënat për sa i përket numrit të procedimeve të regjistruara për secilën prokurori. Rezulton që sërish Tirana mbetet prokuroria më e madhe, janë regjistruar për gjatë vitit 2024 8.839 procedime penale të reja, më pas vijojmë me Durrësin 2.583, Fieri 2.005, Shkodra 1.831 dhe në fund kemi Beratin 741, Kuksi 618 dhe Dibra 575. Për sa i përket përqindjes së çështjeve të përfunduara në procedimet e regjistruara në secilën prokurori, është ky një raport që paraqet performancën lidhur me efikasitetin e punës së prokurorive për gjatë vitit 2024, ku pasqyrohet gatishmëria dhe mundësia së secilës prokurori për të përfunduar brenda vitit procedimet e regjistruara. Rezulton se shifrat më të larta i kemi në prokurorin Dibër 138% dhe Berat me 130%, ndërkohë që shifrat më të ulta janë prokurorit e Sarandës dhe Leshës, të dyja me nga 78%. Për sa i përket procedimeve në ndjekje, raportit me procedimet e përfunduara. Spari të dhënat që i përkasin volumit punës në hetim në Prokurorinë e Tiranës janë hetuar në tërësi për gjatë vitit 2024, që përbën volumin total punës 21.907 procedime penale, në Durrës 6.880 dhe më pak të procedime ka pasur Prokuroria Dibës 1.490 dhe ajo Kuksit 1.195. Për sa i përket përqindjes së procedimeve të përfunduara me procedimet në ndjekje, rezultatet më të larta i kemi në Prokurorit Kukus 70%, Dibër 69% dhe Shkodër 68%, ndërkohë që rezultatet më të ulta i hasim në Prokurorinë e Sarandës 35% dhe Vlorë 42%. Të dhënat sa i përket ngarkesës së prokurorëve, ngarkesa mesatare për çështjet e përfunduara sipas numrit faktik të prokurorëve në vitin 2024 rezulton se është më e lartë me 156 çështje të përfunduara në Prokurorinë e Tiranës dhe më e ulët me 100 çështje të përfunduara në Prokurorinë e Vlorës. Për sa i përket raportit numrit mesatar të procedimeve të regjistruara sipas numrit faktik të prokurorëve, mesatare çështjeve të regjistruara rezulton
Tirana 177 çështje të regjistruara për prokuror, Shkodra 153, Saranda 138 dhe mbyllet me Gjirokastër 95, Berati 93 dhe Dibrën 82. Nëse do të bëjmë një mesatare të çështjeve të regjistruara në rang vendi për prokuror faktik, shifra është 135 procedime penale për prokuror. Për sa i përket raportit të numrit mesatar të volumit të punës në hetim, duke përfshirë çështjet e mosfilluara, regjistruara, mbartur dhe rifilluar sipas numrit faktik të prokurorëve, rezulton që ngarkesa mesatare më e lartë është ajo në Prokurorinë e Tiranës, ku shifra ka arritur 438, Saranda 385, Durrësi 344 dhe mbyllet me Prokuroritë e Shkodrës 250, Dibra 213 dhe Kuksi 199. Ndërsa në analizë të ngarkesës mesatare faktike bazuar në procedimet në ndjekje, ato të regjistruara, mbartur dhe rifilluar, situata rezulton sërish me rënduar në Prokuroritë Tiranë, Sarandë dhe Fier Elbasan me një ngarkesë mesatare që varion nga 311 në Tiranë deri në 271 në Elbasan, ndërkohë që më ulët rezulton në prokuroritë e Kuksit dhe Dibrës dhe Gjirokastës, ku varion nga 158 në Kukës deri në 202 tilla në Gjirokastër. Për sa i përket prokurorisë së apelit, ngarkesa mesatare për prokuror faktik në vitin 2024 rezulton të jetë 391 çështje. Sa i përket treguesve të performancës, që evidenton numrin e kërkesave para gjykatës dhe çështjeve që prokurorët e apelit kanë përfunduar në gjykatën e apelit, rezultojnë 3804 kërkesa për çështje themeli dhe masa sigurimi, përfshirë heqjen në dorë nga ankimi, ndërkohë janë përfunduar 4297 çështje themeli dhe masa sigurimi. Raporti në përqindje të çështjeve të përfunduara me çështjet e regjistruara për vitin 2024 është 112.96%, që është tregues pozitiv. Ky raport evidenton edhe efikasitetin e punës së apelit brenda vitit 2024, ku pasqyrohet gatishmëria dhe mundësia e kësaj prokurorie për të përfunduar brenda vitit çështjet e regjistruara. Versa më sipër, referuar disa treguesve të tjerë të performancës së prokurorisë së apelit, evidentohet se ata kanë hequr dorë nga 45% e ankimeve të ushtruara nga prokurorët e shkallës parë për çështjet themeli dhe në 31.46% të rasteve është kërkuar heqje dorë nga caktimi i masës së sigurimit. Kanë kërkuar në 6.57% të kërkesave lehtësim të pozitës së pandeurit. Vetëm në 6.81% të rasteve gjykata ka vendosur lënien në fuqi të vendimit. Kanë kërkuar 15.16% të kërkesave prishjen e vendimit dhe vendosjen e pushimit ose papajësi. Në të gjitha rastet gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorit. Kanë kërkuar në 2.24% të kërkesave prishjen e vendimit dhe kthimin e akteve. Në të gjitha rastet gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorit. Gjykata ka mbështetur kërkesën e prokurorit të apelit për lënien e fuqi të vendimit shkallës parë në 64.16% të rasteve dhe kërkesën e prokurorit për rëndimin e pozitës së të pandeurit në 51.18% të rasteve. Lidhur me masat e sigurimit, gjykata ka mbështetur kërkesën e prokurorit për lënien e fuqi të masave në 81.68% të rasteve. Për sa i përket prokurorisë përgjithshme, prokurorët e prokurorisë përgjithshme kanë përfaqësuar organin e akuzës pranë gjykatës së lartë në 38 çështje, prej cilave 18 gjykime themeli, 4 përfaqësime në gjykime për të njësuar apo ndryshuar praktikën gjyqësore dhe 16 mendime për çështje të shqyrtuara në dhomë këshillimi, si dhe në cilësinë e subjektit interesuar pranë gjykatës kushtetuese për 9 çështje. Ndërkohë, në zbatim të dispozitave të kodit të procedurës penale janë marrë 64 vendime për zgjidhje të mosmarrëveshjeve për kompetencë mes prokurorive pranë gjykatave të shkallës parë. Sa i përket drejtorisë marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë, gjatë vitit 2024 janë trajtuar 132 praktika ekstradimi nga jashtë drejt Shqipërisë, në të cilat janë përfunduar 47, janë 137 praktika ekstradimi nga Shqipëria për jashtë, në të cilat janë përfunduar 71, janë 599 letërporosi nga jashtë drejt Shqipërisë, në të cilat janë përfunduar 219 ose 36.5%, dhe janë 539 letërporosi nga Shqipëria drejt vendeve të tjera, ndër të cilat janë përfunduar 125 ose 23.2%. Sërish vlen theksohet se edhe këtë vit raporti i letërporosive të ekzekutuara nga autoritetet tona është dukshëm i lartë se ai që ekzekutohet nga partnerët tanë për kërkesat tona. Janë 209 praktika shpallje në kërkim ndërkombëtar dhe 76 praktika heqje nga kërkimi ndërkombëtar, 285 urdhra të arresti ndërkombëtare të lëshuara nga autoritetet e huaja për shtetasit shqiptar, të cilët nuk mund të ekstradohen për shkak të shtetësisë shqiptare, nga të cilat 127 janë të përfunduara
43 praktika transferimit të dënuarve nga jashtë dhe 52 hetime pasurore. Në sektorin e dekriminalizimit në drejtorinë e koordinimit institucional, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, për vitin 2024 janë regjistruar 72 kërkesa për verifikim të plotë të dhënave të formularëve të vetdeklarimit të 89 subjekteve të ligjit. Nga sektori i dekriminalizimit janë pranuar 64 kërkesa për 64 subjekte të ligjit, në total për 77 subjekte vetdeklarues është përfunduar verifikimi dhe janë përcjellë rezultatet e verifikimit, ndërkohë që 55 raste në total vijojnë të jenë në proces verifikimi brenda afatit ligjor të kryerjes së verifikimit. Gjatë vitit 2024 është përdorur përgjimi komunikimeve elektronike nga prokurorët në fazën e hetimeve paraprakës si mjet për sigurimin e provës në 405 procedime penale. Është realizuar përgjimi për 2361 pajisje fundore në përdorim të 2159 subjekteve, ndaj të cilëve është lejuar përgjimi. Në total janë ekzekutuar 933 vendime për përgjim të autorizuara nga gjykata dhe 538 urdhra dhe autorizime të prokurorit. Gjithashtu në prokurorinë e përgjithshme në vitin 2024 janë trajtuar 414 ankesa, të cilat janë administruar dhe analizuar në përputhje me ligjin dhe specifikat e situatës konkrete, përfshirë ndërmarrjen e iniciativave për nxjerrjen e qartëkorave udhëzuese. Për sa i përket monitorimit, gjendjes, problematika dhe mbështetjeve që kërkohen për zgjidhjen e tyre. Në kuadrin e mbikëqyrjes së zbatimit të udhëzimeve të përgjithshme dhe kujdesit për ushtrimin e kompetencave kushtetuese dhe ligjore të prokurorisë, prokurori i përgjithshëm ka kërkuar periodikisht informacione drejtuesve të prokurorive për masat e marra në zbatim të kompetencave ligjore të tyre. Nëse kanë nxjerrë udhëzime të përgjithshme për të lehtësuar zbatimin e udhëzimeve të prokurorit të përgjithshëm, për kërkimin e informacionit për resurinë e procedimeve dhe ose për nxjerrjen e udhëzimeve jo të detyrueshme për prokurorët lidhur me çështje konkrete, apo nxjerrjen e urdhrave për policinë gjyqësore lidhur me ushtrimin e funksioneve të tyre. Ndërkohë, në mënyrë të vazhdueshme janë zhvilluar analiza bazuar në informacionin statistikor që merret periodikisht nga prokurorët dhe administrohet nga Prokuroria e Përgjithshme. Për sa më sipër vërehet se drejtuesit kanë marrë masa për njohjen me udhëzimet e prokurorit të përgjithshëm, organizimin e mbledhjeve me qëllim diskutimin e tyre, nxjerrjen e udhëzimeve dhe urdhrave me qëllim lehtësimin e zbatimit të tyre, ose orientimin për zbatimin e drejt për drejt nga prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore. Ndërkaq nga ana tjetër, në veprimtarinë e drejtuesve konstatohet nxjerrja e një numrit relativisht të ulët udhëzimesh jo të detyrueshme për çështje konkrete dhe kërkesash për informacion për resurinë e çështjeve dhe veprimtarinë e punës së seksioneve. Po kështu treguesit lidhur me rolin aktiv të prokurorit sa i përket rritjes së hetimeve, kryesisht hetimeve paralele financiare, hetimeve proaktive me rezultate efektive hetimore, tërheqin vëmendje për nevojën e forcimit dhe shtimit kapaciteteve, rritjen e bashkëpunimit efektiv me organet e tjera ligjzbatuese dhe angazhimin më të lartë nga ana e prokurorëve. Plotësimi organikave në prokurorin në 2025 besoj se do të kontribuojë pozitivisht në këtë drejtim. Megjithatë, shenja pozitive janë vënë re gjatë vitit që kaloi. Tu do të veçoj vetëm shifrën e 47 milion eurove të sekuestruara në vlera seder dhe shumë monetare nga prokuroritë e shkallës para. Edhe gjatë vitit 2024, me gjithë përpjekjet e bëra prej tyre, konstatohet e njëjta problematik në koordinimin efikas me prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm në kuadër të kërkesave për informacion dhe mbështetjes me të dhëna të sakta të plota. Një tjetër problem mbetet mbikëqyrja e ngarkesës, performancës dhe disiplinës në punë të oficerëve të policisë gjyqësore, ku duhet të tërhequr vëmendja drejtuesve dhe prokurorëve për të ushtruar aktivisht dhe në mënyrë të vazhdueshme autoritetin drejtues dhe kontrollues mbi policinë gjyqësore. Nisur dhe nga ankesat e qytetarëve apo raportet e institucioneve organizatave monitoruese të drejtave të njerëzit, rezulton se duhet përmirësuar cilësia e komunikimit me qytetarët në drejtim të dhënies informacionit të kërkuar prej tyre në kuadër të hetimeve penale. Në një pjesë të prokurorive ka nevojë për një aplikim më efikas të udhëzimit përgjithshëm numër 15 të vitit 2020 dhe memorandumit të bashkëpunimit me policinë e shtetit mbi trajtimin e njoftimit të viktimës akuzuese sipas tenit 59 të Kodit të Procedurës Penale dhe referimeve të tjera që dukshëm nuk përmbajnë elemente një vepre penale që ndikon në uljen e ngarkesës së punës. Janë 5910 materiale që u arkivuan gjatë vitit që kaloi, mbështetur në këtë udhëzim, që përbën pothuaj 10% të totalit të materialeve të trajtuara nga prokurorët në vitin 2024. Ka një disproporcion mes prokurorive, ka disa nga prokurorit të aplikojnë shumë mirë, ka shifra Tirana mbi 1200 arkivime, gjithashtu Durrësi, Vlora, Fieri kanë shifra të larta, ndërkohë që rezultojnë disa nga prokurorit me shifrë mjaft të ulët ose pothuajse nuk e aplikojnë fare, ku Lezhë dhe Kusi kanë 0 numrin e arkivimeve.
Në kuadrin e hartës së re gjyqësore, Prokuroria e Përgjithshme ka vazhduar koordinimin me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Ministrinë e Drejtësisë për zgjidhjen e çështjeve në drejtim të infrastrukturës. Nga ana jonë janë planifikuar disa masa që për realizimin e tyre kërkojnë angazhim ndërinstitucional. Ka përfunduar detyra e projektimit në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Prokurorinë e Përgjithshme, Prokurorinë e Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm dhe Prokurorinë Tiranë për ndërtimin e një godine të re akomodimi për të gjitha institucionet e sipërcituara. Së bashku me Këshillin e Lartë Gjyqësor kemi drejtuar një kërkesë Ministrisë Drejtësisë për sigurimin e një sheshi ndërtimi në mënyrë që të vijohet me hartimin e projektit, por si çështja e terrenit dhe financimit mbeten ende të pazgjidhura. Ndërkohë që nevoja për marrjen e masave konkrete është të jetë urgjente, pasi me plotësimin e organikave situata do të bëhet e papërballueshme. Gjatë vitit 2024 përfundoi me sukses rikonstruksioni i Prokurorisë Dibër, që ofron tashmë hapësirat mjaftueshme për ushtrimin normal të aktivitetit. Gjatë vitit 2025 do të përfundojnë investimet në Prokuroritë Fier, Gjirokastër, Vlorë dhe Durrës, ku janë zgjeruar ambientet në këto prokurori në zbatim të marrëveshjes me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Ministrinë e Drejtësisë. Edhe pas këtyre masave, problem do të vijojnë të mbetet Prokuroria Durrës dhe Sarand, ku ambientet ekzistuese janë të pamjaftueshme nëse do të plotësoheshin organikat. Problem urgjent që mbetet për të zgjidhur është ai që lidhet me arkivat, ku situata vazhdon të rëndohet, edhe pse nga ana jonë janë marrë masa administrative në këtë drejtim, duke kthyer në hapësirë arkivore një pjesë të godinave të prokurorive që pushuan së vijuari aktivitetin për shkak të riorganizimit të hartës së re gjyqësore. Por edhe përmes seleksionimit të materialeve me vlerë arkivore në përputhje me kuadrin ligjor përkatës, duke punuar në kursish me prokuroritë e rrethave gjyqësore në këtë drejtim. Vlerësoj se ka nevojë për ndërhyrje ligjore në lidhje me përcaktimin e saktë të periudhës së ruajtjes së dosjeve penale, sipas praktikave më të mira europiane, si dhe për marrjen e masave ndërinstitucionale adekuate për sigurim të infrastrukturës së përshtatshme që do të mundsojë ruajtjen e tyre. Prokuroria e Përgjithshme konsideron me rëndësi të veçantë rritjen e efektivitetit të punës, ngritjen e funksionimit të sistemit të menaxhimit të çështjeve. Sistemi i ri menaxhimit të çështjeve në prokurori po mbështetet nga Bashkimi Evropian. Për këtë qëllim, Prokuroria e Përgjithshme me urdhrin nr. 4 të 4 janarit të vitit 2024 ngriti grupin e punës me ekspert prokuror nga të gjitha nivelet e prokurorive me jurisdiksion të përgjithshëm, me qëllim për sigurimin e mbështetjes së nevojshme në krijimin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve. Në muajin tetor 2024 është nënshkruar marrëveshja midis BE-s dhe UNOPS-it për implementimin e sistemit KAMS dhe komponentëve të tjerë që lidhen me këtë sistem. Gjatë vitit 2024 janë zhvilluar disa takime dhe me përfaqësues të UNOPS dhe grupit të punës. Në takimin e zhvilluar në datën 5 nëntor 2024 u prezantuan dhe fazat dhe afatet e projektit, duke nisur kështu formalizimi i bashkëpunimit dhe punës për ndërtimin dhe implementimin e këtij sistemi të rëndësishëm, i cili pritet të përfundojë në vitin 2028. Prokuroria e Përgjithshme ka siguruar angazhim të plotë për të adresuar të gjitha nevojat për një sistem efikas dhe mbështetje në plotësimin e kërkesave të tjera të nevojshme për implementimin e projektit. Për sa i përket marrëdhënieve me publikun dhe median, Prokuroria e Përgjithshme ka kushtuar rëndësi lehtësimit mekanizmave të raportimit të krimit përmes informimit, ndërgjegjësimit dhe komunikimit efektiv me publikun. Për këtë qëllim, në faqen zyrtare të internetit të Prokurorisë së Përgjithshme janë publikuar materiale informuese, broshura, modele aktesh e tjerë, drejtuar subjekteve të posaçëm si të mitur e viktimat të krimit dhe publikut gjerë. Një aspekt kyç në rritjen e transparencës dhe besimit publikut ka qenë pasqyrimi i gjerë dhe cilësor në media i punës së prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, është rritur ndjeshëm sasia dhe intensiteti i informacionit të komunikuar për media, falë angazhimit më të madh të prokurorive të shkallës së parë. Nga ana jonë me një qasje proaktive dhe dinamike është koordinuar dhe mbështetur ndërveprimi i prokurorive me median, duke rritur vizibilitetin e punës së tyre. Vëmendje veçantë është kushtuar edhe për përditësimit të faqes zyrtare dhe profilit në rrjetin X, ku janë publikuar njoftime dhe zëna analitike nga raportet mbi kriminalitetin me synim përmirësimin e cilësisë së informacionit të ofruar publikut. Për vitin 2024 janë 153 njoftime për median nga gjithë prokuroritë, ndërsa rezultojnë 58.000 përdorues rregull të platformës X dhe 677.000 klikime në faqen zyrtare të institucionit. Siç edhe u parashtrua më sipër, jemi angazhuar në drejtim të rritjes së ndëshkueshmërisë së krimeve ndaj gazetarëve, duke caktuar pikë kontakti për raportimin dhe publikimin e çështjeve të sulmeve ndaj gazetarëve. Në bashkëpunim me prokuroritë të gjitha niveleve është krijuar track record ose historiku i këtyre rasteve, i cili do të përditësohet në vijimsi. Po kështu kemi marrë pjesë në tryezë dhe aktivitete të përbashkëta me gazetar për të krijuar mekanizma dialogu që shërbejnë njohjes së përgjegjësive dhe kufizimeve të ndërsjellura dhe diskutimit të problematikave që mund të adresohen për përmirësimin e veprimtarisë. Bashkëpunimi ndërinstitucional, përfshirja në proceset konsultuese të akteve ligjore, nënligjore dhe mbështetja nga projektet e misioneve ndërkombëtare ka qenë një aspekt i rëndësishëm në zhvillimin e objektivave dhe prioriteteve institucionale.
Gjatë vitit 2024, Prokuroria e Përgjithshme ka kontribuar me dhënien e mendimeve për reformimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor, të dërguar kryesisht nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Brendshme. Një kontribut të rëndësishëm edhe në vitin 2024 ka patur angazhimi me organizatat të shoqërisë civile si Vatra, Terre des Hommes, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare e të tjerë, të cilat në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet aktiviteteve ndërgjegjësuese, monitoruese e trajnuese i shërbejnë përmirësimit të sistemit të ndjekjes penale dhe sistemit të drejtësisë në tërësi. Po kështu me mbështetjen e projekteve të financuara nga BE dhe ambasadat të vendeve europiane, organizata si OSBE, UNICEF e partnerë të tjerë ndërkombëtar, edhe gjatë vitit 2024 janë realizuar një sër aktivitetesh trajnuese dhe bashkëpunime të tjera të rëndësishme. Për gjatë vitit 2024, bashkëndimi dhe koordinimi në marrëdhëniet me Këshillin e Lartë të Prokurorisë është fokusuar në shkëmbimin e informacionit lidhur me volumin e punës në Prokuroritë e Jurisdiksionit Përgjithshëm, për efekt të menaxhimit ngarkesës, konsultimi për metodologjinë e vlerësimit të prokurorëve të Prokurorisë Përgjithshme, e cila u miratua në dhjetor të vitit 2024, bashkëpunimi në kuadër të përgatitjes së vlerësimeve të punës së drejtuesve të prokurorëve të shkallës së parë dhe të apelit, organizimin e disa takimeve të përbashkëta për tema me rëndësi për mirë funksionimin e sistemit, si dhe një stër komunikimesh të tjera institucionale në funksion të vijimit normal të punës me gjithë vështirësitë e krijuara për shkak të vakancave të shumta. Shkojmë të shprehim vlerësimin ton për përmirësimin konstant të ndërveprimit mes dy institucioneve, që është reflektuar edhe në mbaravajtjen në tërësi të funksionimit të prokurorive, të cilat kanë arritur jo vetëm të ruajnë funksionalitetin e të bëjnë ballë situatës së jashtëzakonshme të krijuar për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar, por njëkohësisht edhe të arrijnë rezultate të dukshme në drejtim të realizimit të objektivave në luftën ndaj kriminalitetit. Bashkëpunimi ka vazhduar edhe me prokurorinë e posaçme. Rezulton se gjatë vitit 2024 ka vijuar zbatimi i ligjit dhe aktit koordinimit ndërinstitucional i datës 15 dhjetor 2020 ndërmjet Prokurorisë Përgjithshme dhe Prokurorisë Posaçme në kuadër të veprimtarisë procedurale në nivel vendor. Gjatë vitit që kaloi drejt Prokurorisë Posaçme u transferuan për kompetencë 61 referime dhe procedime penale që lidhen me korrupsionin dhe krimin organizuar. Duhet tekstuar se në tërësi niveli i bashkëpunimit ndërinstitucional me Prokurorinë e Posaçme ka qenë dhe vijot të mbetet shumë i mirë në të gjitha nivelet. Bazuar në kuadrin ligjor dhe në përputhje me angazhimet e ndërmarra në marrëveshjen e bashkëpunimit me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm ka ripropozuar Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në vitin 2024 dy inspektime tematike për të zhvilluar me objekt sparje respektimin të drejtave të viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, viktimave të krimeve seksuale dhe dhunës familje, dhe zbatimin e masës shtrënguese, zbatimin e masës së shmanges nga ndjekja penale, zbatimi i masave të sigurimit dhe dënimit për të mitur, çështje për të cilat Prokurori i Përgjithshëm ka miratuar disa akte në ligjore. Sa i përket shkeljeve individuale të konstatuara, një ankesë nga një prokurori pas shqyrtimit në Prokurorinë e Përgjithshme ish përcjell Inspektorit të Lartë Drejtësisë për të nisur hetimet. Për sa i përket vitit 2025, me synim për mbushjen e misionit kushtetues dhe ligjor të prokurorisë, rritjen e mëtejshme të efektivitetit të ndjekjes penale, ngritjes dhe përfaqësimit të akuzës në gjyq, si dhe respektimin të drejtave dhe lirive themelore të individit në procesin penal. Prioritetet tona institucionale janë ndjekja me efikasitet dhe eficiencë e rekomandimeve në luftën ndaj kriminalitetit, duke u fokusuar në mirë funksionimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të prokurorisë, si dhe në koordinim dhe bashkërendim institucional me agjencitë ligjbatuese brenda dhe jashtë vendit. Vijimi i punës për forcimin e kapaciteteve institucionale për rritjen e eficiencës në veprimtarinë administrative të prokurorisë dhe i kapaciteteve profesionale për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së prokurorëve dhe policisë gjyqësore në ushtrimin e funksioneve kushtetuese ligjore. Synojmë gjithashtu të vijojë rritja më tej e veprimtarisë mbikëqyrëse për zbatimin e udhëzimeve të përgjithshme të detyrueshme dhe bashkëpunimit me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë në drejtim të koordinimit të aktiviteteve, shkëmbimit informacionit, identifikimit të shkeljeve disiplinore apo etike, si dhe problemeve të performancës së zyrave të prokurorive. Synojmë të vijojë më tej rritja e eficiencës dhe bashkërendimit ndërinstitucional dhe koordinimit me Komisionin e Policisë Gjyqësore dhe me agjencitë ligjbatuese të përfshira për forcimin e kapaciteteve profesionale të oficerëve të Policisë Gjyqësore në strukturat përkatëse të shërbimeve dhe seksioneve, me synim rritjen më tej të cilësisë dhe efektivitetit në kryen e hetimeve në drejtimet prioritare të luftës kundër kriminalitetit, në zbatim të kodit procedurës penale, kodit drejtësisë penale, për të mitur e tjerë. Synojmë të vijojë plotësimi dhe përdetësimi i kuadrit nënligjor me qëllim përmirësimin e hetimit të ndjekjes penale dhe garantimin e respektimit të drejtave të njerëzit në procesin penal. Synojmë vijimin e sigurimit të bashkëpunimit për krijimin e sistemit të rit menaxhimit të çështjeve që mundson digitalizimin e plotë të proceseve të punës, gjenerimin e statistikave të plota, të sakta dhe të besueshme në kohë reale,
shpërndarjen e çështjeve me short elektronik dhe në përputhje me aktet ligjore në ligjore, si dhe çdo kërkesë të nevojshme për një sistem me standarde bashkëkohore. Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore për përmirësimin e infrastrukturës në prokurori me qëllim sigurimin e aksesit të shtetasve në prokurori nëpërmjet garantimit të standardeve për intervistimin e të miturve dhe viktimave të krimit, si dhe aksesueshmëri për personat me aftësi të kufizuar. Gjatë vitit që kaloi është mundur në 2 prokurori të paktën të krijohen ambiente të përshtatshme në këtë drejtim. Rritja e bashkëpunimit dhe transparencës në marrëdhëniet me publikun dhe media në funksion të informimit publikut, forcimit besimit te prokuroria dhe nxitjes së raportimit të krimit, dhe së fundmi vijimin e angazhimit në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian me përmbushjen e detyrimeve institucionale në luftën kundër kriminalitetit dhe respektimit të drejtave të njeriut. Kaq ishte një përmbledhje e raportit, i cili drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Kuptohet aty kam tepër informacion, se cili nga anëtarët e kanë dispozicion. Faleminderit për vëmendjen.